Zoti Reza, vlla juaj Jorgo Hatia u bë viral nëpërmjet një videoje ku ishte kamufluar i veshur si grua për të shpëtuar arrestit shtëpiak. Por në fakt ai është filmuar nga nusja e djalit tuaj. Ka një konflikt mes dy vëllezërve përdej humorit që në pamje të parë. Ne kemi një konflikt, kemi një konflikt të vjetër, një vit, dy, afërsisht 2 vjet. Edhe ne jemi të, si thonë, jemi të penalizuar, nga jemi të, s'pa gjej fjalë që ta them që na i persone po vuajmë, kemi 1 vit e gjysmë që vuajmë arrest shtëpie. Edhe pse? Sepse unë kam bërë denoncimin për pronën publike, për prua, nuk ka bërë denoncim se ai më merr tokë apo unë ka marr tokë. Nuk kemi. Po është një porrua që ai vete e zë dhe e mbyll. Nuk është, po ta zaptoj. Dhe pa drejtësia që më është bërë mua nga bashkia, unë e kam bërë denoncimin në postën e policisë Roskovecit, mas 3 ditë ka ardhur punojësi i bashkisë i Opotekës Soni Kocaqi dhe nuk ka vepruar. Ai ka vepruar, por ka vepruar mas 3 muaj. Mas 3 muaj, kur ne jemi penalizuar, kemi marrë arrest shtëpie. Po ta kishte bërë ai qysh ditën e hen, pas 3 ditë që ne bëm denoncimin, ne nuk do të ishim sot të vuonim një karvan vojtësh që kemi 1 vit e gjysmë. Djali im bëri burg 3 muaj. Unë në arrest shtëpie, unë partije kam dalë, kam 1 vit e ca. Djali im bëri 1 vit arrest shtëpie dhe 3 muaj, 9 muaj burg. Pse arritëm deri tek arresti? Ja, arritëm sepse ai mostra, ai vllai im i pandërgjegjshëm e bëri pjesëtar në të njëjtën kohë kur ai dhunoi zonjën time dhe djali im e çoi nusën time e çoi për të bërë denoncimin në policinë e Roskovecit, ai e bëri pjesëtar sikur djali im e kishte dhunuar. E kupton, edhe djali im vojti, le po vuan akoma arrest shtëpie, kemi 1 vit e gjysmë, po bëri edhe 9 muaj burg. Pse? Sepse unë kam denoncuar pronën publike. Ajo s'është prona ime, as e atia, ajo është e gjithë komunitetit që bën kullimin dhe bën shkarkimin e ujrave. Si e keni patur marrëdhënie me vllain tuaj? Para 2 vjeta kemi qenë normale, vinde, e kupton, shkoni mirë. Jo e xhelozia aty, ai është i smur psiqik, unë se kuptoj, sepse pash në disa media që publikojnë këto, në disa portale, disa laraska gazetare, unë kam shumë respekt për kanalin tuaj dhe për shumë kanale televizive, sidomos po e theksoj për një kanal të RTS që fliste pa e ditur në detaja, në thelb lajmin, thoshte gjëra që lajmi është që nusja e djalit tim është e kërcënuar në ai person. Edhe kemi bërë 2-3 herë denoncime në postën e policisë. Edhe video nuk është shedhur në për këto portalet, po është shedhur direkt në polici. Nga policia ka dalë me ashtu zyrtare, si nuk di si ka njoftim zyrtare. Kjo ka qenë e gjitha vërteta. Ju vjen keq që keni arritur deri në këtë? Ky është, si ta them, një ignorancë e tepruar. Të ziesh me vllain për një pro publike që s'është as e imi as e atia, pa ai është i smur. Mua më vjen keq për niprit e mi se i kam ekselent, e kupton, po bëhen pjesë pas babait tia. E kupton, thoshte ajo gazetare që ka ardhur nipi në Anglia, sikur ka ardhur ai James Becker i ka ardhur në Shqipëri. Ai po të ishte qysh në momentin e parë kur unë ashtë në burg, do të vinte te jati ti thoshte që pse ke çuar gjendën deri në këtë moment. Jo tani që u cënuan interesat personale atija dhe erdhi për t'jatin e tija. Pse do të vinte tani ai? Menjëherë pas publikimit të videos keni patur kontakte? Jo, s'kemi pas, unë nuk kemi pas asnjë shqetësim kontakt me atë. Po ai nipi im do të kishte ardhur më përpara. Qysh kurashu në burg, ti thoshte t'jatit që pse jeni agravuar, kemi vajtur deri në këtë gjendje. Jo tani që u cënuan interesat personale nipit tim. Banesat tuaja sa larg janë me njëra? Banesat tona janë 500 metra, po ne ai ka një 2000 metra katrore këtu afër meje, e kupton? Mi po ne rrezikojmë shumë ndash për ujërat e bardha, ndaj ujërat e zeza që shkarkojnë aty dhe kjo ka qenë gjithë historia. Po unë u bëj i thirrje atyre niprave të mi, unë i dua shumë, ata janë shumë të mirë, po gjithmonë ajo për prindin e tyre ata nga i do anojnë, që ta marrin ta shërojnë. Të vendi bëna i vizitë, ai është i smur, ata s'kan faj, unë bie dakord me ata, se dhe fëmia im tjetë po të bëj një shumë, mua do më përkraj, po. Ata ta marrin dhe ta vizitojnë dhe ta ashtuja. Edhe ai shpëton, e kupton? Po për institucionet? Unë janë institucionet tona janë shumë të korruptura. Unë do dalë në arrestin e gjitha do t'i zgjidh. Po të dali telefoni im që është sekustruar nga policia
në prokuroria, unë i kam të gjitha videot live për të gjitha emisionet investigativ, sepse punojshi i kadastrës Roskovecit e ka mik të ngushtë nipin tim, le ta ketë nipej, po ai nuk është në institucion privat, ai është institucion që i shërben të gjithë komunitetit. Sepse ai atë ditë që ka ardhur duhet të bënte matjet e duhet të nxirrte hartën, jo mbas 3 muaje. Ai ka vënë pikat me i, po i ka vënë mbas 3 muaje. Masi ne 2 burrat e familjes tonë jemi izoluar. Ne kemi 1 vit e gjysmë që jemi të izoluar. Ai Majlinda, sepse unë nuk vija dot, po zonja ime ka vajtur tek kryetare e bashkisë dhe ja ka thënë dhe ajo i ka thënë gojarisht, edhe kam me këtu zonjën, po të duhesh ta thot, që nuk ma ka interpretuar kështu punojësi i kadastrës Soni Kocaqi, si duket ja kishte kamufluar. Po qa bën ataja me punojësin e Redon Numani, u bën marrëveshje dhe me punojësit e policisë bashkisë, bën një marrëveshje që si që të më fusin mua brenda ashtu siç më futën, sepse nuk bëri punën siç duhet punojësi i bashkisë. Ai duhet vinte me harta, të bënte matjet, nëse kishte mangët zotëria, ai ka 2000 metra katrore, nga 2000 metra katrore, ai ka 2300 metra, i ka dhe sot tepër. Dhe kur erdhi vuri kufirin ai, i thashun jo aty, më këteja, sepse ai ja vuri më shumë. E kupton? Po ta kishte bërë punën në si duhet, ai ne sot 2 burrat e familjes tonë nuk do të ishim në arrest shtëpie. Të gjithë nuk funksionojnë institucionet e bashkisë. Clarisa, ju jeni ajo që keni bërë video e zotit Jorgo atë ditë. Si rat në gjurmët e tij? Unë rash në gjurmët e tij sepse isha me vjerin në lokale dhe kur dali jashtë e makina, ky më pa mua, edhe po shante, po kërcënonte që do ta fus prap burrin brenda, nga që burri im ishte në burg, edhe kishte 3 ditë që kishte dal, burri im që 9 muaj në burg, edhe kishte 3 ditë që kishte dal, edhe ky prap kishte qëllimin që ta fuste prap brenda. Kur unë shoh që kush ishte, pash një plak të veshur me fustan edhe u habita, thash kush është. Në momentin që e njofa nga zonja e tij që kishte me vete, nxitoj me vrap, nxjerr telefonin për t'i bërë një video. Ai breth me vrap që e kap në rrugë, po ati nuk ja priste kur mendja që unë t'i bëja video, edhe në momentin që unë i kam dal nga para, ai ka pasur qëllimin që të më godiste. Unë ju shmanga, ju holla në trotuar, edhe pastaj ai për t'u mbrojtur dhe veten e tij që kishte dalë në rrugë dhe që do më godiste mua, ikëm me vrap për te shtëpia e tij. Unë aty në moment vetet me vrap te vjerri dhe i thash që do shkojmë në polici sepse ai më ka kërcënuar, do ta denoncoj, edhe kur shkoj në polici, i bëra denoncimin, i dhash video në policisë, e pan e morën e arrestuan pasaj se unë ndjesha e lunuar nga ai, kur ai do të më godasi mua dhe vjerën time që e rau që ashtuja dhe prapa ai nuk bëri burg kur dhunoi vjerën time, por futi burrin tim brenda, futi vjerin, kishte qëllimin që të fuste dhe vjerën, edhe donte që t'i penalizonte të gjithë familjen tonë. Pas publikimit të videos, çfarë mesazhesh keni marrë? Kemi marrë shumë mesazhe nga më të ndryshmet, kemi marrë dhe mesazhe të mira dhe mesazhe negative, ku mua më kanë quajtur dhe spiune, por nëse njerëzit do ta dinin problemin tim të gjithë deri në fund, si qëndron problemi, besoj se nuk do më quanin spiune. Se tani kur ai fut burrin tim brenda, kur fut vjerin, lunon vjerën, familjen time do ta penalizoj, si mund ta quaj unë veten spiune kur ta lem ne të na bëj Jorgo atia të na bëj çfarë të doj. E kupton? Kjo është e gjitha që ai le që del me fustane nga arresti shtëpis, po dhe kërcënon. Këtë ka qëllim ai që do të na fusi prapë. Është person problematik. Po, është person problematik në fshat, jo vetëm për familjen tonë, por edhe për të gjithë, domethënë për gjithë fshatin, të gjithë kanë probleme. Nga ai person, domethënë gjithë nuk e do njëri në fshat. Sado që ai e heq veten, jam aga i strumit, pa ai është fundi i strumit. Jam i qytetari i bashkisë Roskovec dhe sot bashkia Roskovecit mas 3 muaje mas izolimit familjes tonë të 2 burrave të ingujuar të shtëpisë tonë, vjen bën ekzekutimin e vendimit. Po ta kishte bërë para 3 muaje, ne 2 burra sot nuk do ishim në arrest shtëpie. Po të gjithë këta e ka bërë punojësi i bashkisë Soni Kocaqi. Po mos ta kishte bërë Soni Kocaqi këtë veprim, ja, ky është vendimi i bashkisë i drejt, po i vonuar mbas 3 muaje.
Po ta kishte ekzekutuar ajoja para 3 muaje, 2 burrat e familjes time nuk do të ishin sot me arrest të pije. Ky është inekzistenca e punonjësit bashkisë Soni Kocaqi, miku i familjes i mostrës Mehmet Hatia. Një ekzekutim i drejt, por i vonuar nga Bashkia e Roskovecit. Me gjithë respekti që kemi për Bashkinë e Roskovecit, për gjithë punonjësit që na janë gjendur pranë për ndihmën që na ka dhënë. Po, ja vendimi shumë i drejt, po i vonuar. Vetëm media mund të na japi drejtësinë e 2 burra të ngujuar që rrim në familje tonë.